Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Uh, Jemi në vazhdim të kapitullit të taharës, kapitullit pastërtisë dhe në fund autori e lën në kapitullin që ka të bëjë me ciklin menstrual dhe leonin. Arsyeja që e ka përmendur donë që zakonisht mbet në fund është për shkak se shumica e dispozitave donë kanë të bëjnë vetëm me gruan. Andaj edhe është lënë në fund dhe janë marrë ato çështjet apo meselet që kanë të bëjnë në përgjithësi domethënë me dy gjynit. Se i përket për kufizimit, domethënë el-haid është një gjak natyrshëm kështu në natyrën e gruas që del nga brendësia e midrës ku disa cilësi domethënë që dihen në esencë që është një gjak i zi dhe me i trash dhe pashtë me një jo të këndshme. Allahu i nderoft. Është një hadith, hadithi Aishës ku ajo i kanë ardhur cikli dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kjo është një gjë e cila e ka shkruar ka bërë caktim Allah subhanahu wa taala për bijet e Ademit. Dhe sa i përket ciklit menstrual, domethënë kjo ajo që është më saktë është se prej kur është kriju domethënë gruaja kanë pas cikël menstrual, domethënë prej kur ka zbrit Ademi alayhis salam me gruan në tokë. Edhe pse disa dietar e kanë përmend se cikli menstrual vjen prej kohës të gratë e Benu Israelve. Mirë po, kjo çështje don diskutim dhe e cila është problematike i mendimit të tillë. Mirë po, ajo që është e sakta është se prej kur janë kriju, duke bazuar në hadithin e Aishës që përmend që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kjo është shkruar domethënë për bijat e Ademit, që do thotë prej atëherë kanë qenë me cikël menstrual dhe nuk është diçka që është ardhur më vonë. Dhe vazhdojmë me fjalën e autorit ku thotë la haidha ma hamlin wala ba'da 50 sana wala qabla tamam 90. Dhe autori tash po fillon me i përmend ato kohët kur nuk ka haid, nuk konsiderohet haid. Dhe thotë gjatë shtatzanis dhe pas moshës 50 vjeçare dhe para moshës 9 vjeçare. Domthon këto janë kohët që autori përmend që nuk ka haid, nuk konsiderohet haid. Kur themi kohët që nuk konsiderohet haid është për qëllim që edhe nëse shihet gjaku, shar'an, shariatikisht nuk konsiderohet gjak menstrual. Sa i përket la haidha ma hamlin, domthon që nuk ka gjatë shtatzanis, kjo është përmend domthon edhe argumente edhe kështu që dihet që gruaja zakonisht nuk ka gjak menstrual dhe nuk ka këtë zakon gjatë shtatzanis, edhe konsiderohet si idet. Përderisa është idet edhe nëse shkurzohet, nuk ka drejt me pas marrëdhënie me tjetrin derisa të lind. Janë disa argumente që përderisa nuk është me cikël, përderisa po konsiderohet idet shtatzania, se realisht në esencë ideti është cikli menstrual, derisa të pastrohet ideti e saj. Mirë po, përderisa në shtatzani, po derisa të lind, atëherë këtë në kupton që nuk ka cikël menstrual. Mirë po, tani pastaj në vend kësaj ideti merret që si lindja. Që gruaja nuk mundet me u martu pastaj derisa të kryen idetin e saj. Kjo është si argument. Edhe pse ka pas prej dietarëve që kanë thonë mundet me pas, që është dhe Sheikhul Islami, mundet me pas cikël menstrual, mirë po,
është e vërtetuar që nuk ndodh një gjë të tillë. Edhe nëse rastësisht mundet gruaja me ndje diçka të tillë, nuk konsiderohet gjak menstrual. Pastaj çështja tjetër është, para moshës 50 vjeçare, pas moshës 50 vjeçare dhe 9 vjeçare. Kjo duke u argumentu, para moshës 9 vjeçare, që është përmend në hadith ku Aisha radiallahu anha ka thënë nëse ka arrit vajza 9 vjet, atëherë është konsiderohet si grua, mirë po hadithi është i dopt. Po ashtu, edhe pas moshës 50 vjeçare është transmetu hadith ka Aisha që thot idha balagat al-mar'a 50 sana kharajat min hadd al-hayd. Nëse gruaja ka arrit moshën 50 vjeçare, atëherë ajo ka dalë tash nga kjo çështje, nga cikli menstrual, ai kufini ose periudha e ciklit menstrual. Edhe pse edhe për këto tregohet se është hadith i dopt. Andaj, tek mosha 9 vjeçare, kjo është një mendim i njohur të katër mëdhëbet, ndërsa mendimi i dytë në këtë çështje është se nuk ka kohë të caktuar, dhe kjo është mendimi i Sheikhul Islamit. Duke u bazuar që mas pari ato hadithet nuk janë janë të dobta, po ashtu edhe prej argumenteve që janë përmend në këtë çështje është duke u bazuar në atë zakonshmën e grave. Nuk dihet një grua, kanë thonë, nuk dihet një grua e cila ka pas cikël menstrual para moshës 9 vjeçare. Dhe thoi nuk dihet një grua që ka pas cikël pas moshës 50 vjeçare. Edhe pse kjo është tek Hanefit është edhe kjo 55 vjeç. E disa kanë thonë deri në 62 vjeç. E disa kanë thonë është mes 50 dhe 70. Nëse njeriu pak lexon tek rreth këtyre mendimeve, sheh që argumentet cilën që duke e marr atë kohën ku mas shumë të një gru ka ndodhur se kanë dëgju dietar që ka ekzistuar edhe e kanë marrë si argument. Andaj mendimi tjetër është se kjo nuk ka kohë caktuar. Nuk ka kohë caktuar për shkak se nuk ka delil, argument për to. Edhe duke pas parasysh që shumë ahkam, dispozita lidhen me meselen e ciklit menstrual, dhe janë mesele të mëdha, si namazi, agjerimi, kështu me radhë. Dhe thonë, është fjala për këtë mendimin e tjetër, dhe thonë se Allah subhanahu wa taala në Kur'an ka thonë o yes'alunaka 'anil mahid, dhe të pyesin ty, o pejgamber, rreth ciklit menstrual, dhe thoi kul huwa adha, është diçka që është e dëmshme dhe jo e mirë, jo e dëshirueshme, që hyn të ai gjaku, gjatë kësaj kohe, thot fa'tazilu nisa fil mahid, dhe largohuni nga krahët, është për qëllim që mos keni marrëdhënie seksuale me to në këtë kohë, në kohën e ciklit menstrual. Dhe thot Allah subhanahu wa taala ka lidh me këtë gjakun, që është diçka e dëmshme dhe jo e mirë, dhe nuk ka ardhur me diçka një kohë caktuar, duke pas parasysh gjitha ato dispozita që lidhet namazi, agjerimi, kështu me radhë. Atëherë, për me caktu një kohë, duhet me pas argument të veçantë për to. Dhe argument nuk është ajo e zakonshme që ka ndodhur te një grua ose ka ndodhur te gruaja tjetër, për shkak se nuk mundet me u caktu diçka e veçantë, përderisa nuk e dina ndoshta te një grua tjetër që ne nuk e dim ka ndodhur një kohë tjetër. Nuk është shumë stabile me gjyku kështu. Andaj thonë nuk ka kohë caktuar. Te mosha 50 vjeçare, këta thonë kur vrejet se është ndërprej plotësisht, thonë. Edhe nga ana e mjekësore, thonë nëse një vit nuk ka pas cikël, domethënë një pas një, 12 muaj rresht, atëherë konsiderohet se nuk ka haid, nuk ka cikël menstrual. Për shkak se edhe një prej argumenteve, për shkak se kthehet në urf, atëherë argument mundet me kanë edhe
nga ana mjekësore nëse ka diçka mirë, po as nga ana mjekësore nuk kanë mujt me i dhon kohë të caktuar. Që me thonë veç deri në që të mosh ose para që soj moshe nuk mundet me ndodhë për shkak se ka dallime ndryshme tek njerëzit kohë pas kohe. Mundet me marrë një kohë kur njerëzit gratë me pas ciklin pak më të vonuar për shkak kushteve atmosferike, nxehtësia ose të ftohtë, këtë këto mujnë me ndiku tek trupi i njerit që ndoshta për një kohë ka qenë më herët, kanë hy i ka ardhur kjo cikli menstrual te disa gra, është një kohë pastaj ku mujnë me pas të vonuar, kështu me radhë, nuk është stabile kjo çështje. Andaj inshallah më afër të shkrim mendimi që nuk mund të themi që ka një kohë të caktuar. Mirë, pastaj autori vazhdon dhe i përmend kohë zgjatjen e hajdit dhe thotë wa aqalluhu yawmun wa layla. Dhe më e pakta është një ditë dhe një natë. Duke u bazu në fjalën e Aliut radhiyallahu anhu, ma zada ala 15 istihada. Ajo e cila, çka zgjat më shumë se 15 ditë, thëtë është istihada, nuk konsiderohet si hajd, po është gjak i prishur. Edhe thëtë u aqallu l-hajd, dhe më e pakta është yawmun wa layla. Edhe pse kjo nuk i gjendet musnedi, sa i përket kësaj fjale të Aliut. Mirë, kohë zgjatja më e vogël po thonë se është më shkurt, është një ditë edhe një natë. Edhe kjo është mendimi i Hanbelive, po ashtu edhe mendimi i Shafive. Tek Hanefit e kanë përmend që është 3 ditë e 3 natë, duke u bazuar me një hadith tjetër i cili është i dobët, thonë aqallu l-hayd 3 ayam, më pakta e ciklit menstrual është 3 ditë, ndërsa më e shumta thotë wa aktharu 10 ayam, dhe më e shumta koha më e gjatë është 10 ditë. Mirë, po hadithi është dhaif. Dhe ajo prap, që është mendimi tjetër, që nuk i pas në parashit këtu, është Sheikhul Islamit prap që nuk ka kohë caktuar. Për shkak se është transmetuar për disa dietarëve që ka pas rast kur një grua ka përmend që është pastru brenda një dite. Mëngjes ka ardhur cikli dhe pastaj në mbrëmje është pastru. Është pastru tamam, me ato cilësi të cilat dihen, jo e dyshimt. Andaj kjo në kupton që prapë është vështirë të përcaktohet që me thonë kjo, ndrysh është me thonë e zakonshme të gratë, ndrysh është me thonë koha më e shkurtë, me i thonë kufi, që mos me lu prej asaj, një ditë dhe një. Prandaj edhe konsiderohet si një kapitull më i rënd, për shkak se shumë çështje lidhen me to. Nëse ti e cakton me thonë pas moshës 50 vjeçare nuk ka hajd, ose më shkurt është, atëherë ti i bjen që nëse mundet ajo me pas hajd, i thu mos u fal. Një duke ndalu pe namazit dhe duke ndalu pe agjërimit, nuk është çështje e lehtë. Andaj përderisa nuk ka argumente të sakta që kjo është kufini, atëherë është vështirë të përcaktohet, mirë, po duhet të kthehet në origjinë të gruaja. Nëse sheh që është gjak tamam menstrual, atëherë nuk themi jo se ti ke mush 50 vjeç. Mirë, po përderisa është tamam gjak menstrual dhe është duke ecë ashtu siç ka qenë vite të tjera, atëherë themi që është gjak menstrual. Dhe ose të koha pastrimit. Je pastru, më herët themi që je pastru. Nuk mundi me thonë që jo, se më shkurta është një ditë, nëse pastru më herët, mos u fal. Përderisa shihen qartë se është pastru. Pastaj thot wa aktharuhu 15. Koha më e gjatë është 15 ditë. Kështu thonë xhumhuri, Hanbelit, Malikit edhe Shafit. Duke u bazuar në argumentin ku thot tamkuthu ihdahunna shatra umriha la tusalli. Prakesh para hadithit është për qëllim kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka thonë se janë të mangta në fe,
është pyet se çka do të thotë të mangëta në fe, atëherë ka thonë për shkak se qëndron gjysmën e jetës së saj duke mos u fal namaz. Atëherë kanë marrë që gjysma, domthonë për shembull tash tek muaji me kthy, që i bën çdo muaj gjysmën e saj nuk falet, on 15 ditë, që do të thotë më shumëta koha më e gjatë që mundet me ndodh që ka 15 ditë. Domthonë se po ndodh ka që gjysmën e jetës saj duke e kalu në cikël. Domthonë këto përdorin si argument. Ndërsa Hanefit thonë 10 ditë, duke bazuar në ato që e përmendëm më herët. Domthonë që më pak tash 3 ditë e 3 net, cikli menstrual, dhe më shumë tash 10 ditë. Mirë po thonë me hadithi është daif. Ndërsa Ibn Taymija prap, domthonë dhe disa të tjerë, ka thonë nuk ka kohë të caktuar. Nuk ka kohë të caktuar, për shkak se në ajet, domthonë që është përmend, nuk ka ardhur me diçka ose ajete të tjera nuk kanë ardhur në kohë e caktuar për këtë çështje. Mirë po, thonë se gruaja ka zakonshme ditë dhe pastaj ka fillu edhe ka kalu shumë kohën e saj, atëherë mund të merret si gjak i prishur edhe mundet me marrë si kohë që ka dalë shumë domthonë jashtë asaj kohës saj të zakonshme, që me kanë si gjak i prishur me konsideru, të tillë nëse ajo dyshon domthonë në gjakun menstrual. Përderisa shihet që është gjak menstrual tamam me ato cilësitë dhe nuk ka ndonjë dyshim tek ngjyra kështu me radhë, atëherë e konsideron si gjak menstrual. Përveç nëse shkon shumë gjatë. Shkon shumë gjatë për shkak të hadithit që merret inshallah tash argument për kohën e zakonshme që është 6 ose 7 ditë, që thot autori u ghalibu si të se për e zakonshme të gratë është 6 ose 7 ditë. Kjo duke u pazu të hadithi ku një grua ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që po ka shumë gjak deri. Ona nuk po ndalet. Ka shku një kohë gjatë, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë që leja që të jetë cikël do thonë 6 ditë ose 7 ditë. Pastaj pastrohu, do thonë pastrohu edhe me u fal. Nëse ka për shembull gjak, e pastron vendin edhe merr abdes për çdo namaz. Andaj nëse kjo ndodh për shembull tek një grua, atëherë mundet me kthy të zakonshme të saj që janë ato ditë që i ka të zakonshme, dhe pastaj me u fal. Mirë po, nëse luni 2 ose kështu domthonjë që është pak, nuk edhe gjaku konsiderohet tamam që është gjak menstrual dhe dihet, atëherë nuk mundna me thonë se është gjak i prishur, sepse ka mundësi me ndryshu domthonjë edhe zakonshmja e saj për disa ditë me kalimin e kohës. Mirë, pastaj autori po vazhdon edhe po thotë wa qallu tuhrin bayna haydhatayn 13 wala hadd li aktharihi. Dhe sa i përket kohës pastrimit, domthonjë që nuk është me cikël, është 13 ditë. Ndërsa nuk ka kufizim po thotë për kohës gjatë shumë më gjatë, domthonjë që gruaja të mos jetë me cikël, ajo koha si e pastrimit mundet me zgjat më pak ta 13 ditë. Ndërsa sa zgjat që ajo nuk rrin pa cikël, ajo domthonjë mundet me zgjat shumë dhe nuk ka kohë caktuar edhe për këto ka pajtim. Kjo do të 13 ditë është tek Hanbelit, që një gru domthonjë ka deklaru që kur e ka bë talak burri saj, ka deklaru që i ka kry 3 hajdhe, 3 cikle brenda një muaji. Edhe këtë të Aliu realisht ka ndodhë që është anku, dhe pastaj Aliu i ka thonë ka diskutuar me burrin e saj, edhe ka thonë që duhet me pas bejine, argument ajo për diçka tillë, ose prej familjes të saj, që kanë
që ju besohet feja dhe amaneti i tyne për ndryshe është gënjeshtare. Dhe Aliu ka thonë mirë, që do të thotë për deri sa, kanë marrë argument për deri sa do të thonë është diskutuar dhe nuk e kanë konsideru direkt si çështje të pamundur, atëherë me bazu që 3 herë brenda muajit, atëherë nën kupton që më e shkurta mundet me kanë 13 ditë. Allahu alem. Dërsa në gjumhuri thot 15 ditë. Mendimi i dytë thot 15 ditë. Kjo duke bazu në argumentin që e përmendëm më herët që gjysma e jetës i shkon në cikël, që do thot gjysma tjetër është e pastrume. Tash, do të thonë i bjen duke u bazuar në çat hadith që gjysma e jetës, atëherë ta shkojmë te muaji, 15 ditë është gjysma e muajit, atëherë nën kupton që më e pakta që mundet me ndodh që me kanë e pastruar është 15 ditë. Ndërsa ajo që e kohë zgjatja ashtu, atëherë nuk ka caktim. Do të thonë gruaja mundet me kanë ashtu e pastruar edhe një muaj, do të thonë me kanë e pastruar dhe mos më ardh cikli është më. Ose duke i përdor tashmë disa barna që me shty ciklin, atëherë nuk mundna mi caktu kohë që jo ti nuk mundesh me kalu për shembull më shumë se 20 ditë me kanë e pastruar. Do nuk ka caktuar dhe kjo ka pajtueshmëri, do të gjithë dietarë. Qysh po e vrejni krejt këtu, do thonë që o falen deritar duke u bazuar në disa hadithe cilat janë të dobta, do për me caktu kohë. Po e vrejni që shumica e mendimeve jenë kthyte zakonshme të gruas, do ka ndodhur te gruaja, më e pakta që është ditë që ka ndodhur, për shembull është kaq dhe më e shumta është kaq. Nuk ka argument, edhe është kthy gjithmonë vetëm te urfi ose zakonshme e grave, e gjë e cila nuk mundet me kanë argument që me caktu diçka dhe me thonë veç kështu. Andaj Ibn Taymija nuk i ka pranu dhe ka thonë nuk ka kufizim në këto çështje. Për shkak se gratë mundet me ndryshu prej njëra prej tjetrës brenda një kohë dhe një gjenerate. Edhe nuk ka diçka që caktohet edhe shariati, do nuk ka ardhur diçka tillë duke u bazu se lidhen shumë gjykime me këtë çështje. Mirë. Pastaj thot wa haruma alayha fi'lu salatin wa sawmin wa yalzamuha qada'u. Dhe thot ato që i ndalohen asaj është namazi dhe agjerimi, ku agjerimi i obligohet me bë kaza. Kjo duke bazu në hadithe që është përmend, do thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë nëse të vjen cikli menstrual, atëherë leje namazin. Po ashtu, është ardhur në hadith ku Aisha radiallahu anha thot kur na ka ardhur cikli menstrual, thot fa nu'maru bi qada'i sawm, don jemi urdhëruar me bë kaza agjerimin dhe nuk jemi urdhëruar bi qada'i salat me bë kaza namazin. Edhe kjo kuptohet është prej mëshirës Allah subhanahu wa taala që namazi për shkak se është diçka e shpeshtë edhe brenda për shembull nëse themi 10 ditë ka pas cikel që çdo namaz pastaj me bë kaza për dallim nga agjerimi i muajit të Ramazan që është një herë në vit, edhe është më e lehtë agjerimi aty në ditëve brenda një viti komplet. Për dallim nga namazi që është shumë e shpeshtë edhe është e rëndë. Kjo është domthon prej një urtësive që Allah subhanahu wa taala nuk e ka bë obligim për me bë kaza. Po ashtu këtu hyn edhe marrëdhëniet seksuale ku edhe përmendet në tek fjala e autorit ku thotë wa yajibu bi wad'iha fi al-farj dinarun aw nisfuhu kafaratan. Dhe obligohet ai i cili nëse bëhet marrëdhënie seksuale, kuptohet në është për qëllim domthon organi seksual, me dhon shpagim dinar ose sa gjysma e dinarit si shpagim. Që do thot i bjen që ndalohet marrëdhënia seksuale. Dhe kjo
është edhe argumenti, hadithi, edhe në ajeti ku thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, fa'tazilu nisa. Largoni pe grave, që është për qëllim mos bëni marrëdhënie seksuale me to në kohën e cilit. Në fil mahid. Dhe këtu kuptohet nuk ka khilaf në këtë çështje, mirë po khilafi vjen se nëse njeriu vepron një gjë të tillë dhe Hanbelit thonë jepet 1 dinar ose gjysmë dinari, se përket mëdhëbeve, sepse tek ulemat ka dhe ulemat tjerë që kanë thonë këtë çështje, ndërsa xhumhuri, pjesa tjerë mëdhëme thonë që nuk jepet. Ajo ku kanë rënë khilaf është tek hadithi. Transmetohet për Ibn Abbasit nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë nëse dikush ka bë marrëdhënie me gruan e vet, duke qenë ajo me cikel menstrual, do të më dhonë sadaka 1 dinar ose gjysmë dinari. 1 dinar ose gjysmë dinari. 1 dinar është më e mirë, ndërsa gjysmë dinari është obligative. Ajo pse kanë rënë khilaf është saktësimi i hadithit. Ata që thonë jo, nuk jepet, është se hadithin e konsiderojnë diçka të pasakt. Ndërsa ata që konsiderojnë hadithin e sakt është se duhet me u dhonë. Sa i përket khilafit, nuk është çështje edhe khilafi lehtë. Andaj ai i cili nuk është shumë, nuk po më kujtohet sa mundet me kanë, po Allah më mundsoft me paraqit inshallah në grup me si mesele, se duhet me këshyrë sa është për shembull argjendi që me matë sa mundet me kanë 1 dinar atëherë kur është përmend, me dhonë sadaka. Andaj më e mira, nëse veç njeriu është sprovu me këtë gjuna, është që me largu këtë obligim, se në khilaf nuk dihet, ndoshta mundet me kanë mendimi që ata që thonë mu jap me kanë i sakt. Tash njeriu normal kur e merr një mendim, inshallah është edhe i arsyetuar për Allah, mirë po më e mira është me dalë për khilafit dhe më e pastër, edhe nuk i bjen shumë, nëse veç dikush ka vepru diçka të tillë, Allahu na ruaj. Mirë, kjo domthonë është sa përket i hadithit, edhe khilafi është vetëm të hadithi a është i sakt apo nuk është i sakt, dhe pastaj autori në fund thotë wa tubahu al-mubashara fi ma dunahu, dhe lejohet në gjëra tjera përveç kontaktit në organin seksual, ndërsa gjëra tjera lejohen duke u bazuar edhe në një hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë isna'u kulla shay. Isna'u kulla shay illa nikah, veprani çfarë të dëshironi përveç nikah, është për qëllim marrëdhënia seksuale. Mirë, kjo po mjaftohemi me kaq, edhe këto gjëra tjera që i kom paraqit që nuk lejohen, që nuk i ka përmend autori, është edhe tavafi, prekja e mushafut, domthonë mos me prek me dorë tek fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Mirë po leximi lejohet inshallah. Tavafi, padyshim kjo lidhet edhe me meselen që mos me hy gruaja në xhami përveç nëse është diçka daruri ose domosdoshme, ose veç kalon e kështu me radhë. Mirë. Pastaj autori vazhdon me dispozita tjera, mirë po inshallah të ndalim me kaq. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.